Mirë mbrëma, faleminderit, jam mirë, ju si jeni? Okej, shenja e dashit. Kur kalojmë tek individi, pavarësisht gjithë kësaj ngarkese që kemi, java në vazhdim ka disa ndikime pozitive. Shenja e dashit, pavarësisht se kemi këndin negativ të Venusit me Jupiterin, dhe Venusi është i vendosur në këto momente tek shenja juaj, ka një ndikim vërtet shumë pozitiv gjatë gjithë javës në vazhdim. Jemi në një rritje konstante tashmë. E vetmja gjë që bëhet problematike është se mund të bijmë shumë shpejt pre egos ton, sidomos aty ku na preket pak a shumë interesi sepse mendojmë ose në të vërtetë kemi dhënë shumë. Prandaj dhe ajo çfarë do të këshilloja për gjatë gjithë javës në vazhdim është të jemi pak më të qetë, të mos jemi shumë reagues në gjithçka që na thotë. Edhe pse mund të na ketë ngelur hatri me një gjë ose me një tjetër, do të këshilloja që të mendojmë për të mirën e situatës dhe jo të bjem pre egos, pra siç e përmendë. Kjo është vetëm një nga gjë ose më themisht handikapi vetëm që ka shenja e dashit gjatë javës në vazhdim. Duke qenë se do të kemi edhe mbarimin të retrogradës së Mërkurit dhe falë kësaj do të keni më tepër mundësi që të shplodheni sepse ëndrat të cilat kanë qenë shumë të gjalla gjatë kësaj periudhe, subkonscienca e cila ka qenë shumë aktive gjatë kësaj periudhe, do të fillojë që të qetësohet. Do të keni shumë më tepër mundësi që të shplodheni edhe nga ana psikologjike, po ashtu edhe nga ana fizike. Dhe si rritoj, keni edhe më tepër aftësi që të jeni në kontroll të vetes dhe të jetës tuaj edhe në jetën e përditshme. Një ndër ndikimet pozitive që do të ketë shenja e dashit gjatë gjithë javës në vazhdim është të kemi një rritje konstante të vetvlerësimit. Kjo është një vetvlerësim i shëndetshëm, siç e thash, nëse nuk vjen prej egos ton. Prandaj dhe duhet të jemi thjesht të kontrolluar, të pyesim veten nëse është për interesin tim kjo na afatgjat apo jo. Jo thjesht të bjem preta, siç e thash, edhe asaj impulsivitetit emocional të momentit. Kemi një mbështetje vërtet shumë të madhe, duke filluar nga dita e Mërkurit tutje për ju, duke qenë se kemi një kënd pozitiv të Marsit me Jupiterin. Marsi është drejtuesi juaj, është e vendosur në këto momente dhe subkonscienca juaj, prandaj dhe edhe në mënyrë intuitive, dini se ku të mbështeteni, ku duhet të jenë pikat, ku duhet të ndaloni, ku duhet të lëvizni. Prandaj do të këshilloj që intuitë në këto momente ta dëgjoni. Mund të merrni ndihmë vërtet shumë të madhe edhe nga familjarët tuaj, të gjeni një mbështetje emocionale këtu, por nga ana tjetër, nëse veproni në mënyrë impulsive, mund t'i lodhni dhe mund të stresoni shumë këto marrëdhënie. Prandaj përsëris, i vetmi kusht që keni për javën në vazhdim është që të mos vini pre egos tuaj. Për sa i përket familjes, karrierës, për sa i përket shëndetit, shenja e dashit që gjithë javës në vazhdim ka ndikime pozitive. Jeni një nga shenjat e cila mund kemi ndikime shumë të fuqishme edhe në çështjet emocionale, gjejmë rrugë të përbashkët, komunikim të përbashkët, pavarësisht se Mërkuri është në retrograd. Ju jeni një nga shenjat më fat në këtë aspekt sepse përdorni intuitën në mënyrë vërtet shumë efikase. Pra, thjesht për përsëris, mjafton që të mos vini pre egos tuaj. Ky është vetëm një kusht, përtej kësaj gjithçka është vërtet shumë pozitive. Shenja e Demit. Për shenjën e Demit, siç e thash, kemi një ndikim shumë pozitiv sepse dielli do të jetë në kënd pozitiv me Uranin që është i vendosur tek shenja juaj. Prandaj dhe kemi një mbështetje të vazhdueshme gjatë gjithë javës në vazhdim, do kemi një mbështetje të vazhdueshme nga dielli, i cili do të thotë edhe shoqëria. Pra, vjen një mbështetje vazhdueshme nga shoqëria. Shkëlqeni më tepër këtu. Ju hapen dyert të cilat deri në këto momente mund të keni perceptuar se ishin mbyllur për gjithmonë. Kemi rikthimin e disa mundësive të cilat kishit frikë që të investoni tek ato mundësi sepse mund të jenë dukur shumë më të mira se për të qenë reale. Ndërkohë që në këto momente kemi rikthimin e të gjitha këtyre mundësive. Por edhe për ju, një lloj që ishte tek shenja e dashit, duhet të jeni shumë të kujdesshëm të mos vini pre egos tuaj. Kjo sepse drejtuesi juaj që është Venusi në këto momente është vendosur tek shenja e dashit. Dhe kjo e bën vërtet shumë komfort. Doni që të dalë vërtet e juaja në çdo moment dhe këtë e shprehni edhe në mënyrë shumë agresive në disa raste, në mënyrë se si komunikoni, sidomos kur është në marrëdhënie me persona që e dini që ju kalon, ose ju ja mbajnë, pra, si mund të jenë familjarët tuaj, vëllezërit dhe motrat të shoqëria e ngushtë, por normale që edhe këto janë marrëdhënie që mund të tensionohen nëse teproni, prandaj këshilla ime do të ishte që vërtet jemi më të vëmendshëm në mënyrë se si komunikojmë. Pavarësisht se këta persona mund të mos na keq kuptojnë, edhe këto janë marrëdhënie që mund të sforcojmë nëse i teprojmë.
Nga ana tjetër, për shenjën e demit kemi ndikime vërtet shumë pozitive për sa i përket rritjes në karrierë. Në këto momente jeni vërtet në vrapim me sipër drejt lart, jeni duke ngjitur malin brë, dhe mbi të gjitha kemi një mbështetje kolosale edhe nga eksperjenca që keni në jetë, po ashtu edhe nga intuita juaj. Në këto momente, eksperjenca që keni pasur me them deri në këto momente, do t'ju ndihmojë që të i kaloni edhe problemet që mund t'i keni nxjerrë vetes deri në këto momente, po ashtu edhe të kaloni probleme që mund t'ju nxjerrin edhe persona, sidomos ata që janë tek vendi juaj punës, pra kolegët tuaj. Për shenjën e demit, java në vazhdim është vërtet një javë shumë pozitive, pak më tepër që hëna e re do të thotë edhe fillimet të reja. Në përgjithësi këto fillime do të vinë nëpërmjet shoqërisë dhe mund të kemi edhe fillime të reja për sa i përket çështjeve sentimentale, sidomos me persona që i kemi njohur për një kohë të gjatë dhe e dim se kush janë. Është diçka që në të vërtetë do t'ju këshilloj, edhe pse jemi gjatë retrogradës së Mërkurit, është një periudhë pozitive për të filluar lidhje të reja sentimentale, sidomos duke filluar nga dita e premte e tutje, dhe do të kemi futur në fazën ku mund të marrim vendime më të sakta. Mërkuri në të vërtetë do të jetë i ndaluar, por kemi aftësi vërtet shumë herë më të madha konjektive pra në këto momente tek shenja e demit, prandaj dhe mund të marrim vendime të drejta. Shenja e binjakëve. Kjo është java e fundit që Mërkuri është në retrograd, do të filloj lëvizjen të drejtë ditën e shtunë, është vonë, prandaj dhe gjatë gjithë javës do të vazhdojmë që të jemi me Mërkurin në lëvizjen tim mbrapsht. Por, për fat të mirë, duke qenë se Mërkuri ka disa mbështetje gjatë kësaj periudhe, si këndi pozitiv që është me Jupiterin, edhe pse i largët, na mbron vërtet shumë. Edhe ajo e shpërqendrimi të themi që kemi në këto momente, fal këtij këndi pozitiv, e ndihem shumë më të zbutur. Pika ku do të këshilloj që të jemi më të vëmendshëm është të reagimet tona. Duke qenë se jemi të lodhur dhe shumë të shpërndar, mund të reagojmë në mënyrë të gabuar në vende të gabuara. Kjo nuk do të thënë që jemi impulsiv, do të thënë thjesht nuk e kuptojmë mirë situatën. Mund ta keq kuptojmë atë çfarë kërkohet nga ne dhe të bëjmë disa gabime trashanike, po e themi në këtë mënyrë. Është një javë shumë vendimtare për ju, sepse në qoftë se nuk bëni këto gabime, kemi aftësinë që të përzjedhim dhe të mbajmë jetën tonë gjëra që janë të domosdoshme, që do t'ju nevojiten dhe më vonë për të rritur. Kjo rritje në përgjithësi do të jetë në karrierë dhe për të kryer një farë autoriteti në të gjitha pozicionet ku ndodheni, qoftë kjo në karrierë, qoftë brenda familjeve, po dhe shoqërisë tuaj. Vini më tepër në sy, prandaj dhe çdo gjë do t'ju këshilloj ta bëni me më tepër qetësi. Në qoftë se është e nevojshme të pyesni disa herë për të qenë të sigurt që e keni kuptuar mirë atë çfarë kërkohet nga ju. Fakt kësaj kemi një rritje vërtet konstante tashmë në të ardhurat materiale. Është një nga javët ku keni një vlerësim vërtet shumë të lartë. Edhe aty ku ju nuk e vlerësoni vete, mund të vlerësoni nga e prodhët tuaj. Mjafton që mos bëni gabime për që sa përmenda. Dhe të jemi pak më të qetë. Një nga mënyrat që do të këshilloj që të mos bini më tepër në gabime është që të jeni pak më tepër në kontroll të trupit tuaj. Kjo është shumë herë më e thjeshtë në këto momente, duke qenë se Mërkuri do të jetë në takim me Marsin. Domethënë që aktiviteti fizik është vërtet shumë herë më i mundshëm dhe shumë herë më i thjeshtë për ju. Kjo na bën që të jemi më tepër në kontroll edhe të trupit edhe të anës tonë psikologjike, sepse kemi fokusin shumë më të zgjeruar në këtë mënyrë. Ndërkohë që për sa i përket shëndetit fizik, duke qenë se në këto momente kemi ndryshimin e stinëve, pavarësisht se Urani është në kënde pozitive me diellin, gjithsesi do të këshilloj që të jemi shumë të kujdesshëm, sidomos për persona të cilët kanë sëmundje kronike, sepse mund të kemi vërtet acarimin e fytit dhe gjatë kësaj jave do të duhet që të komunikoni shumë hapur për gjërat që juve ju duhen, dhe siç e thash, mund të duhet që të pyesni disa herë për të qenë të sigurt, prandaj do të këshilloj që të jemi shumë të vëmendshëm në lidhje me shëndetin fizik. Ndër ditët më pozitive për ju do të jetë dita e diel, është një ditë vërtet shumë pozitive. Do të këshilloj me gjumë që ta përdoren, duke qenë se do të kemi disa kënde pozitive të hënës edhe me Mërkurin, dhe kjo do të thënë që komunikimi është vërtet shumë efikas, mjafton që të jemi të përqendruar. Shenja e Gafores.
Për shëndet gafores, ky moment është disi i lodhshëm, do të jetë disi i lodhshëm deri ditën e mërkurë, sepse kemi një hënë të re, prandaj gradualisht do të futemi në fazat ku na është pothuajse padukshme. Do të fillojmë që ta ndjejmë këtë mërtëtemi që ditën e hënë, pra kur të jemi tek dita e saj. Dhe kjo do ta bëjë shenjën e gaforës se të keni energji goxha të ulët, pak më tepër që në këtë moment energjia që ndihet në ajër, pra është shumë e rëndë. Mund të kemi për këtë arsye edhe një ndikim shumë të errët të fuqishëm në trupin ton fizik. Kjo do të thonë që mund të kemi edhe dhimbje. Prandaj duhet të jemi shumë të kujdesshëm edhe në përdorimin e energjisë tonë, pa të mos e shpërdorojmë atë, të jemi të fokusuar të bëjmë gjërat një nga një. Në qoftë se e bëjmë këtë, atëherë kemi dhe aftësi vërtet shumë të mëdha që gjatë gjithë javës në vazhdim të kemi një rritje konstante tashmë në jetën tonë. Kjo do të vinë në të gjitha aspektet pothuajse, por sidomos ta ndijmë në lidhje me karrierën, duke qenë se në këtë momente kemi një farë imagjinatë vërtet shumë të zhvilluar, arrim që të bëjmë lidhjet shumë thjesht si të situatave, po ashtu edhe atë çfarë na duan të thonë njerëzit e kuptojmë vërtet shumë mirë sepse kemi intuit vërtet shumë të lartë. Prandaj edhe shenja e gaforës së javës në vazhdim ka mundësi vërtet kolosale për të rritur si fillim në karrierë, po ashtu edhe për të zënë një farë vendi në shoqëri ku respektohet vërtet shumë. Ndërkohë që për sa i përket probleme që mund të ketë pasur që i vijnë nga shkuar, sidomos ato që janë probleme ligjore ose në lidhje me ndarjen e pronave, kjo është diçka që është në një periudhë zgjidhje tashmë. Kemi pasur mbylljen e cikleve karmike, gjë që është diçka shumë pozitive, dhe gjatë kësaj jave, të gjithë ato që kanë ngelur pak a shumë si errësirë, që nuk e dinim shumë mirë se si mund t'i zgjidhnim, gjatë kësaj jave do të marrim ndihmë shumë herë më të mëdha. Kjo ndihmë në përgjithësi mund të vinë nëpërmjet personave që janë nga familja jonë ose që na i prezanton familja. Prandaj edhe për shenjën e gaforës që gjithë javës në vazhdim kemi ndikime pozitive. Por pozitiviteti fillon shumë herë më tepër pas ditës së mërkurit tutje, pra pasi hëna të ketë filluar ciklin e saj të ri. Për shenjën e gaforës ky cikël i ri do të jetë vërtet shumë pozitiv. Ndikime më të mëdha pozitive do të vinë në lidhje me lidhjet afatgjata, që do të thotë mund të kemi fillime e disa lidhjeve shumë më të shëndetshme tashmë, dhe nga shoqëria ku do të marrë një mbështetje vërtet shumë të madhe. Shenja e luanit, për shenjën e luanit javën në vazhdim është deri ditën e premte. Ndikimet në përgjithësi do të jenë disi të luhatura. Kjo sepse dielli do të vendosë tek shenja e peshqve, kur dielli është të vendosur tek shenja e peshqve, pra drejtuesi juaj është të vendosur tek shenja e peshqve, detyrimisht edhe energjia është e luhatur sepse është një shenjë uji dhe pak më tepër që është duke u shpërndar kompletërisht si energji dhe nuk dim se ku të qëndrojmë pak a shumë. Jemi pak a shumë në gjendjen që ishte shenja e binjakut, që jemi shumë të shpërqendruar dhe nuk dim se ku të fokusohemi, edhe pse për ju kemi shumë më të thjeshtë që të bëjmë këtë. Kemi ndikime shumë pozitive për ju, për fat të mirë, në lidhje me mbarimin e problemeve që mund të kemi pasur në lidhje me të ardhurat materiale të përbashkëta, sidomos ku kemi pasur mosmarrëveshje që kanë të bëjnë me ndarjen e pronave. Në qoftë se keni pasur marrë përgjigje më të themi negative, sidomos në lidhje me kredit, edhe kjo është diçka që gjatë javës në vazhdim do të fillojmë që të gjejmë disa zgjidhje. Në përgjithësi do të jenë në favorin tuaj, por kjo nuk do të thotë që do të jenë 100% ashtu, mund të ketë edhe raste që drejtësia mund të çalojë, por në përgjithësi përfundimi do të jetë pozitiv. Kemi një ndikim shumë herë më të pozitiv për këtë arsye, sepse do të ndihemi shumë më të vlerësuar dhe fjala jonë do të na dëgjohet më tepër dhe mund të jemi edhe person të cilët mund të ndryshojmë atë rrjedhën e situatave, gjë që do t'ja këshilloj që ta përdorni në mënyrë të krijoni atë harmoni që nevojitet për të rritur, duke filluar që nga dita e premte tutje kur dielli ketë kaluar tashmë pra tek shenja e dashit, duke qenë se dielli tek shenja e dashit vërtet lulëzon, dihet vërtet shumë mirë, energjia rritet, detyrimisht rritet edhe energjia juaj pak më tepër, që është një tjetër shenjë zjarri, dhe kjo do të thonë edhe mbarimin e periudhave ku kemi qenë pak a shumë në errësirë. Mbarimin e një periudhe ku nuk dinim se ku të lëviznim. Ishim shumë më tepër pesimist për këtë arsye dhe ndaj jetës, në përqasje që kishim qenë ndaj jetës. Ndërkohë që nga dita e premte tutje vërtet do të jemi shumë më tepër pozitiv, pak më tepër që dita e diel, që është edhe dita e diellit, pra dita e drejtuesit tuaj, është dita më pozitive e javës në vazhdim.
Gjithsesi, derisa të arrijmë aty, këshilla ime do të ishte që duke filluar sidomos nga dita mërkurë e tutje, të fillojmë që të ecim gradualisht drejt qëllimeve që ne i kemi vënë vetes tonë, sidomos në lidhje me të ardhur materiale dhe në lidhje me karrierën. Këtu do të kemi përkrahje vërtet shumë të madhe, do të arrijmë që të shkëlqejmë më tepër dhe nëse edhe ne ndihmojmë këtë si aspekt, detyrimisht do të kemi edhe më tepër përparime, gjë që do të thotë do të kemi edhe të ardhur materiale shumë më të mira, sepse do të vlerësojmë më tepër, siç e thash. Dhe këto të ardhur materiale nuk vërse vinë vetëm nga të ardhur materiale të përbashkëta, vinë edhe nga puna që ne kemi bërë, prandaj dhe ne do të ndihemi vetëm më të vlerësuar. Si rridhoj, do të kemi edhe mundësinë që të krijojmë një ambient që është shumë më tepër harmoni. Kjo do të thotë edhe lidhje sentimentale shumë më të fuqishme, rregullimin e marrëdhënieve aktuale nëse kanë çaluar në një pikë ose në një tjetër, kemi një mirëkuptim shumë më të madh. Po në bezojmë më tepër do të ndihet nga dita e mërkurë e tutje, po kjo nuk do të thonë se deri në atë ditë nuk do ta ndiejmë. Dhe kemi edhe fillimin e një periudhe ku vërtet mund të bijmë në dashuri. Kjo nuk është dashuri që thjesht do të dashurohemi me dikë, bijmë më tepër në dashuri me gjithçka, pra me jetën. Rikujtojmë se cilat ishin ato gjëra që neve na bënte që të rritet zemra. Rikrijohet pasione për që kemi për jetën, që është, siç e thash, ju bën më tepër optimist dhe detyrimisht të bën edhe që të krijoni një ambient shumë më të përshtatshëm që ju të rriteni dhe që familjarët tuaj dhe njerëzit që keni rreth rrotull të rriten. Zemrëtimi të ndjen të lumtur. Shenja e Virgjëreshës, javën në vazhdim e kam ndikime pakës të përzierë. Jemi në fazën ku mund të gjejmë rrugëzidhje, por jemi shumë të shpërndar, pak më tepër që mund të jemi në një periudhë disi më të demoralizuar, sepse jemi hasur me shumë probleme. Pikat ku ne kemi pasur shumë shpresa, pra në të vërtet mund të mos kenë dalë ashtu. Mbështetja që kemi menduar se do të merrnim, ndoshta nuk e kemi gjetur. Por jemi ende në kohë që t'i rishikojmë edhe një herë ngjarjet, ashtu siç ka ndodhur vërtet, pra me një sy pak më tepër realist, sepse mund të jemi futur vërtet në një periudhë disi më pesimiste gjatë periudhë, si rrjedhoj problemeve të shumta që kemi pasur, nuk është se e keni fajt, domethënë. Gjatë jave kemi mundësi në lidhje me karrierën, në lidhje me të ardhur materiale, kemi mundësi që të krijojmë partneritetet shumë më të fuqishme dhe kemi edhe mundësi që në qoftë se bëjmë disa investime të kontrolluar, njëjëllojëse që ishte dhe javën e kaluar, të marrim dhe të ardhur materiale vërtet shumë të mira. Por jemi shumë të shpërqendruar këtë javë, ndryshe nga çfarë ishte java tjetër, duke qenë se vazhdimisht do të na dalin përpara pengesa që ne nuk i kishim imagjinuar. Pra, sado mirë që të analizoni situatën, vërtet që mund të dalin përpara disa probleme të cilat nuk i kishin planifikuar. Për këtë arsye, do t'ju këshilloja që në qoftë se përballen me një farë vështirësie, çfarë do lloj vështirësie që të jetë kjo, do ju këshilloj që të drejtoheshit tek shoqëria juaj, persona normal që keni besim, sepse nuk mund të drejtohemi kudo. Këta personë do t'ju ndihmojnë që të shikoni aty ku duhet dhe që të gjeni dhe zgjidhjen shumë më thjesht. Mund të merrni të njëjtën ndihmë edhe nga familjarët tuaj, por në këto momente mund të jeni pakës më tepër dyshim pra kundrejt familjarëve. Si rrjedhoj, do të këshilloj që më tepër të drejtoheni tek shoqëria. Eksperienca e jetës dhe kjo ka një ndikim vërtet shumë të madh, por për ju vërtet që në këto momente jeni shumë pesimist dhe eksperienca e jetës mund të shpërë pak më tepër aty, prandaj vërtet që do të këshilloj që të merrni edhe një mendim nga jashtë, nga dikush tjetër, kushdo që të jetë ky. Një person që keni besim, pra. Në lidhje me shëndetin, gjatë gjithë javës në vazhdim do të kemi ndikime pozitive. Mund të dalin përpara persona që do të drejtojnë drejt një kure e cila deri në këto momente nuk keni përballur. Ose mund të përballeni me persona të cilët do t'ju hapin horizonte të reja, të përdorni për shembull sportin, ushqimin e të tjerë, pra mënyra të tilla më efikase që të ndryshoni komplet regjimin tuaj, në mënyrë që të keni një jetë më të shëndetshme dhe si rrjedhoj të bëjnë ta anashkalon dhe problemet që mund të keni pasur me shëndetin deri në këto momente. Pra, shihemi përsëri ditën e hënë. Dhe ditën e hënë do të bëj lidhjen tjetër për drejt me pyetje përgjigje për të gjithë ata që do të marrin pjesë, do të jetë në orën 19. Faleminderit. Kafshim.